shumica e këtyre milionerve, e këtyre kompanive, janë bërë në kohën e LDK-s edhe janë për krahas të LDK-s. Ju jeni shumë dopt. Kur thuhet një pavërtet ose një shpifje, shpesh herë mendohet që mund të jetë e vërtet masandej, po ato që e tha deputetja Bajrami janë komplet të pavërteta. E para, shumica e barnave me këtë çmim, me këtë ligj, kanë pësu ullje në çmim. E dyta, ky është një ligj që asnjë nga qeverit tjera nuk ka pas guximin për me bë, dhe vetëm kjo qeveri ka pas guximin për me bë. Këtu i falenderoj dhe deputetët e opozitës që spaku na kanë qëndru mbrapa që kanë votuar për këtë çështje, kurse sa i përket milionerve, deputetja Bajrami ka përmendur edhe disa herë pa asnjë arsye, apo ndoshta ka edhe ndonjë arsye. Sepse shumica e këtyre milionerve, e këtyre kompanive, janë bërë në kohën e LDK-s, edhe janë për krahas të LDK-s zonja Bajrami, kështu që është shumë e rëndësishme si po i njeh kaq mirë mënyrë direkte apo indirekte, dhe besoj që i shdash me dhanë edhe një sqarim kur flet për këta milioner, sepse asnjë nga këta milioner, si thua ti, kompani farmaceutike, shiheni kur janë krijuar këto kompani. Shihe. Do me thonë, ju kisha lutë për korrektësi së paku në atë që ju propagandoni sa korrekte jeni, sepse me këtë tregoni që absolutisht nuk ka tro korrektësie në deklarimet e juja zonja Bajrami, dhe sinqerisht më vjen keq. Edhe ju, kur flisni me gjuhë të ullt, do me zot ullt dhe me gjuhë të moderuar, mos menoni që fshihni krimin edhe korrupsionin që e keni bo që 6 vjetë. Jeni qeveria që i keni bo 4.000 të nderën i burimur. Ti minister, je qaj minister që në grup punu se ke pas njerin që ta ka hartu listën e esencialet barnave, ma vonë është dalë të kompania që 80 milion euro fiton të ndera, e të cilit ju kanë falë 2 milion euro aksione. Këtu janë dhona publike, beso që asë njanin për i tyne nuk i një personalisht. Sa ju përket kompanive për cilat njerëzit po flasin dhe të tjerë, krejt nivellet e pushtetit i keni. Ju jeni shumë dobt. Nëse ju mendoni që unë kom lidhje me dikane, nuk e keni gjithë deri sot. Sa i përket zonjës Kusari që po e kthen personale, kjo me të vërtetë unë e admiroj edhe s'muj kur me u bosi kjo. Kjo e ka zonin edhe tonin varësisht qysh ja kërkon partia, e ka pas ndryshe në kërë.